Në kuadër të turit të tij elektoral, Damian Gjiknuri zhvilloi takime banor të rajonit 5 në Vlorë. Banorët shprehen mbështetje për Gjiknurin, duke cilësuar si eksponent politik i cili në gjithë rrugëtimin e tij ka dhënë kontribute të shumta në politikbërje në vend, duke u referuar detyrës që Gjiknuri ka pasur si drejtues politik i qarkut të Vlorës. Banorët pohuan se ka dhënë modelin e politikanit të duhur, i cili jo vetëm ka ekuilibruar situatat politike në nivel qarku, por ka ndikuar në realizimin e shumë investimeve të lobuara nga ai. Donalda Sheha, emigrante prej vitesh, deklaroi se është mbështetëse e Gjiknurit, duke pohuar se ky vend do të bëhet vetëm nga Partia Socialiste dhe nga figura të konsoliduara si Gjiknuri, që jep shpresë për të rinjtë dhe për zhvillimin e mëtejshëm të Vlorës dhe të vendit. Është njeri me kontribute dhe në një kohë të gjatë. Është ndër kuadrët e para të Partisë Socialiste. Ky është Damian Gjiknuri. Me datën 11 maj, të gjithë në votime, të gjithë për numërin 5, Partisë Socialiste, të gjithë për kandidatin e Partisë Socialiste Damian Gjiknurit. Unë jam Donalda Sheha, po vi sot në mbështetje të Damian Gjiknuraj. Kam një jetë që kam qenë emigracion dhe sot po u flas me zemër të hapur për të gjithë të rinj që kanë ikur. Sot po mbështes Damianin sepse unë mendoj që ky vend do të bëhet. Ky vend do të bëhet nga Partia Socialiste dhe ky vend do të bëhet nga kandidati jon. Dhe ne do t'ja dalim, do fitojmë. Për ju, për ne dhe për të gjithë. Shqipëria është një, numri 5. Gjiknuri, duke i falenderuar banorët e rajonit 5 për pjesëmarrjen masive dhe për mbështetjen e treguar, pohoi se ka shumë motive për të votuar Partinë Socialiste. Për Vlorën, projektet dhe ndryshimet e saj janë shumë të prekshme nga qytetarët. Fakti që në Vlorë do të ndërtohet dhe një port i ri marine, po përfundon aeroporti i ri, do të hapet dhe një port i ri tregtar, do të krijojë një fluks ekonomik të jashtëzakonshëm. Pa Partinë Socialiste, këto gjëra nuk do të bëheshin realitet, sipas Gjiknurit. Duke u ndalur te kandidatura e tij në listën e hapur të ekipit të Partisë Socialiste, Gjiknuri pohoi se dëshiron të jetë jo vetëm deputeti më i votuar, por dhe një zë i fortë. Ka shumë motive për të votuar për Partinë Socialiste. Është partia që ka bërë shumë ndryshime për vendin. Për Vlorën, projektet e saj dhe ndryshimet janë shumë të prekshme për qytetarët. Vlora është nga qytetet dhe qarqet më të investuara në Shqipëri, shifra që shkojnë mbi 1.5 miliard dollar. Këto investimet qeverisë shqiptare për gjithë infrastrukturën në çdo drejtim të vendit. Fakti që në Vlorë do ndërtohet dhe një port i ri marine, por mbaron aeroporti i ri, do të hapet dhe një port i ri tregtar, jam i bindur do krijojë një fluks ekonomik të jashtëzakonshëm. Ky është një motiv shumë i rëndësishëm për të votuar për Partinë Socialiste, se pa Partinë Socialiste këto gjëra nuk do bëhen realitet. Ne kemi një projekt për ta integruar vendin. Është një proces që ka nisur me kohë dhe jemi shumë afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Do të thotë më shumë mbështetje edhe për Bashkimin Vlorë, që përkthehet më shumë mbështetje edhe për zonat tuaja ku banoni. Shikojeni si ekonomi direkte për ju. Dhe nëse unë do të marr mbështetje maksimale kudo, në çdo rajon të Vlorës, unë duhet të jem jo vetëm deputet më i votuar, por duhet të jem një zë i fortë. Jo zë thjesht për të bërtitur. Është më e vështirë të më thuash mua jo se kujdo tjetër. Dhe unë besoj Vlora për këtë ka nevojë. Për një njeri që ka të vështirë të thuhet jo. Në këtë stad që jemi dhe për të vlerësuar dhe një model sjellje të caktuar që unë ndërtova me qytetarët e Vlorës, do doja një vot vlerësuese, shpërblyese, por dhe morale, për të qenë një borxh moral për ato që kam ndërmend të bëj së bashku me ju. Vlerësoni eksperiencën dhe njeriu që ka dhënë prova. Me votën tuaj masive, mu më jepni mundësinë që të përfaqësoj siç duhet si deputeti i parë i vërtet i Vlorës, që të mbështes për gjithë ato projekte që i nisëm së bashku dhe t'i çojmë përpara së bashku. Vlerësoni eksperiencën dhe njeriu që ka dhënë prova, përfundoi Gjiknuri.